Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure El Asr, zbritur në Mekë, ajete 3. Përmbajtja e surës El Asr. Është e njohur nga të gjithë komentuesit se kjo sure ka zbritur në Mekë, edhe pse disa komentues janë të mendimit se kjo sure është medinase, por ajetet e shkurtra të surës dhe tingulli i saj dëshmojnë se kjo sure është mekase. Populariteti i kësaj sureje është aq i madh saqë sipas mendimit të disa komentuesve në këtë sure janë përmbledhur të gjitha shkencat si dhe të gjithë qëllimet e Kuranit. Me fjalë të tjera, kjo sure, edhe pse është e shkurtër, në të është përmbledhur një program i përgjithshëm dhe i plot për lumturinë e njeriut. Së pari betohet për kohën. Ky betim është me shumë kuptim, komentimin e të cilës do ta shikoni së shpejti. Më pas flet për punë këqit dhe për humbjen e njeriut që është i zhytur në gabime. Mëtej citon vetëm një grup që është ndarë nga këta njerëz. Ata kanë program dhe kanë këto 4 cilësi: besim, vepra të mira, këshillojnë njëri tjetrin në të drejtë dhe në durim. Në të vërtetë, këto 4 pika kryesore janë programet që përfshin fen islame. Mirësitë e leximit të surës El Asr. Për mirësitë e leximit të kësaj sureje, lexojmë një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, kushdo që e lexon surën El Asr në namazet nafile të pëlqyeshme, Allahu do t'i ngrejë ata në ditën e Kiametit, ndërkohë që fytyrat e tyre janë të shëndritshme, të qeshura. Sytë e tyre shkëlqejnë nga mirësitë e Allahut derisa të futen në xhennet. Është e qartë se gjithë kjo mirësi dhe krenari është për ata që e lexojnë surën duke i vënë në veprim këshillat e saj, pra të mos mjaftohemi vetëm me leximin e saj. Ajetet nga 1 deri te ajeti 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, për kohën me të vërtet njeriu është në humbje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri tjetrit durimin. Komentimi. Rruga e vetme e shpëtimit. Në fillim të kësaj sureje përballemi me një betim të ri për kohën. Fjala El Asru në origjinë ka kuptimin shtrëngim, më pas ka marrë kuptimin e kohës, sepse në të janë të përmbledhura programet ditore të njeriut. Mëtej kjo fjalë është përdorur me kuptimin absolut të kohës, të periudhës së historisë së njeriut ose për një pjesë të kohës, sikurse është periudha e Islamit, apo e ngritjes së profetit të nderuar, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, apo periudha të tjera. Ndaj edhe në komentimin e këtij betimi komentuesit kanë dhënë mendime të ndryshme. 1. Disa komentuese konsiderojnë atë si shenjë të kohës asr, duke marrë si ngjashmëri disa nga ajetet e tjera të Kuranit që flasin për fillimin e ditës, që është betuar për ditën, wad-duha ose was-subhi idha asfar. Këto betime janë përmendur për shkak të rëndësisë që këto ngjarje kanë për nga dita, sepse është koha e ndryshimit të sistemit të jetës së njeriut. Punët e ditës përfundojnë, shpendët dhe kafshët kthehen në strofullat e tyre, dielli perëndon dhe po ashtu koha dal nga dal erësohet. Ky lloj ndryshimi e bën njeriu të kuptojë fuqinë e paimagjinueshme të krijuesit, fuqi që është sunduese në këtë sistem. Në të vërtetë ky ndryshim është shenjë prej shenjave të tauhidit dhe shenjë prej shenjave të Allahut, i cili është favoriti i betimeve. 2. Disa komentues të tjerë konsiderojnë atë si shenjë në të gjitha kohrat dhe historinë e njerëzimit, kohë që është e mbushur me mësime dhe ngjarje të ndryshme tronditse që e zgjojnë njeriu. Ndaj dhe për këtë arsye, pra të madhështisë që ka koha, është favoriti i betimit hyjnor. 3. Të tjerë komentuese kanë komentuar këtë ajet si një pjesë të veçantë të kohës, sikurse është koha e kryengritjes së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, apo si periudhën e ardhjes së Imam Mehdiut, Zoti ja përshpejtoft ardhjen. Periudha që kanë pasur dhe do të kenë cilësi dhe madhështi të veçanta në historinë e njerëzimit, ndaj dhe betimin ja dedikojnë asaj periudhe kohore. 4. Të tjerë gjithashtu ju kthyen rrënjës së fjalës sipas fjalorit dhe betimin e morën për llojet e shtypjes e të shtrëngimit, si dhe për problemet që ndodhin përgjatë jetës së njeriut. Ato probleme e zgjojnë nga gjumi i pavëmendjes dhe e ftojnë të kujtojnë Zotin e Madh. Në këtë mënyrë bëjnë që shpirti të forcohet. 5. Komentues të tjerë e konsiderojnë atë si betim ndaj njerëzve të përsosur, të cilët janë shenjë kohës së botës së universit. 6. Po ashtu të tjerë komentues janë të mendimit se ky ajet ka të bëjë me namazin e ikindis për shkak të cilësive që ka ky namaz, sepse edhe në Kur'an është cituar dhe i është vënë theksi namazit të ikindis. Edhe pse komentimet e mësipërme nuk kanë asnjë kundërshtim me njëra tjetrën, mund të përmblidhen të gjitha në një kuptim të vetëm dhe betimi të jetë për të gjitha këto çështje që u cituan. Ndër të
gjitha komentimet për sa i përket këtij ajeti, më i përshtatshëm është komentimi për kohën dhe historinë e njeriut, sepse shumë herë kemi thënë se betimet në Kur'an janë gjithmonë në përshtatje me një çështje, ndaj edhe betimi është bërë për një çështje. Është e sigurt se humbjet e njeriut përgjatë jetës së tij është përfundimi i kalimit të kohës së tyre ose është periudha e kryengritjes së profetit të fundit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, për shkak se ajo çka u tha më lart përshkruan madhështinë e ajeteve të Kuranit dhe gjerësinë e të kuptuarit të tyre, duke pasur parasysh se vetëm një fjalë e ajetit ka shumë kuptim dhe është favorit i një komentimi të thellë dhe të ndryshëm. Ajeti më pas flet për rëndësinë e betimit, duke thënë se të gjithë njerëzit janë të humbur, me të vërtetë njeriu është në humbje. Njeriu i humbet pasuritë e qenies së tij, do apo nuk do ai. Orët, ditët, muaj dhe vitet e jetës së tij kalojnë me shpejtësi. Fuqitë e tij shpirtërore dhe materiale ikin dhe fuqia e tij bie. Njeriu ka një pasuri të madhe dhe pa dashur çdo ditë i merret një pjesë nga kjo pasuri. Kjo është natyra e jetës së kësaj bote, natyra të humburit vazhdimisht. Njeriu ka një zemër që rreh vazhdimisht, por ka një fuqi të përcaktuar për sa u përket numërimit të rahjeve. Kur ky kapacitet të përfundojë, zemra do të ndalojë vetvetiu edhe pa pasur ndonjë sëmundje apo problem tjetër. Fjala khusr dhe khusran, sikurse citon në Ragibi te vepra mufradat, ka kuptimin paksimi i pasurisë, ndonjëherë është lidhur me njeriu duke thënë se filani ka humbur, ndonjëherë fjala është lidhur me veprimin, duke thënë se humbi ose doli me humbje në filan tregti. Kjo fjali zakonisht përdoret për pasurinë e jashtme materiale si mallrat apo si pozita në një vend pune e të tjerë. Ndonjëherë kjo fjalë është përdorur edhe për pasuritë e brendshme të njeriut, sikurse është shëndeti, mirësitë, mendja, besimi, sevapi e të tjerë. Këto pra janë konsideruar si humbje madhe nga ana e Allahut të madhëruar ose janë konsideruar si humbje të dukshme, sikurse thuhet, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit, ja kjo është humbja e qartë. Fahri Raziu në komentimin e këtij ajeti transmeton thënien e dikujt, një nga njerëzit e mëdhenj të kohëve të mëparshme, thoshte se kuptimin e kësaj sureje e ka mësuar nga një shitës akulli, ai thëriste: mëshirojeni atë person që pasuria e tij i humbet, mëshirojeni atë person që pasuria e tij i humbet. Thash me vete se ky është kuptimi i ajetit, me të vërtetë njeriu është në humbje. Koha dhe periudha i kalon, i ikën, jeta i mbaron, ndërkohë që nuk fiton asnjë sevap. Në këtë gjendje ai njeri është i humbur. Sidoqoftë, sipas mendimit të botë kuptimit islam, kjo botë është një tregti. Për këtë çështje lexojmë një hadith të Imam Hadit, paqja e Zotit qoftë mbi të, kjo botë është një treg, një pjesë përfiton prej saj. Programin e këtij grupi do ta sqarojmë në ajetin e mëpasshëm. Po, ekziston një rrugë që të mbrohemi nga kjo humbje dhe detyrim, ajo është rruga e vetme që është cituar në ajetin e fundit të kësaj sureje, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i këshillojnë njëri tjetrit të vërtetën e i këshillojnë njëri tjetrit durimin. Janë të shpëtuar vetëm ata që besuan dhe kryen vepra të mira, janë ata që e këshillojnë njëri tjetrin të kryejnë vepra të mira dhe këshillojnë njëri tjetrin të bëjnë durim. Me fjalë të tjera, ajo çka mund të bëhet pritë dhe pengesë e kësaj humbjeje të madhe dhe ta shndrojë atë në një mirësi dhe përfitim të madh, është vetëm të sigurojmë një tjetër mirësi më të madhe dhe ta zëvendësojmë atë me mirësi që shpërblimi dhe përfitimi të jetë qindra herë më i lartë se i pari. Çdo herë që njeriu merr frym, i afrohet një hap vdekjes, ashtu sikurse thotë edhe Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, çdo frymmarrje e njeriu bën që njeriu të jetë një hap më afër vdekjes. Prandaj çdo rahje që kryen zemra e afron atë drejt fundit të jetës në këtë botë, ndaj dhe duhet të bëjmë diçka që përballë kësaj humbjeje të sigurt të mbushim vendin bosh. Një grup përpiqet të shtojë pasurinë dhe të ndërtojë kështjell, ndërkohë që e ka humbur pasurinë e shpirtit. Një grup prej tyre këtë pasuri e humbet për të arritur pozitë, edhe grupe të tjera e humbasin atë duke u dëfryer dhe duke u ushqyer sa më mirë. Sigurisht asnjëri prej tyre nuk mund të jetë pronari i asaj pasurie të madhe, sepse ajo është vlerë që arrihet vetëm me kënaqësinë e Allahut dhe me afrimitetin e tij. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë: për qenien tuaj nuk ka vlerë dhe çmim përveç xhennetit, mos e shisni atë më pak se vlera e xhennetit. Apo sikurse lexojmë në lutjen e muajit të Rexheb nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, ku thotë: ata që nuk vinë te ti, po shkojnë te të tjerët, do të zhgënjehen, e ata që shkojnë diku tjetër përveç teje janë punlig. Jo pa qëllim, një prej emrave të ditës së Kiametit është Yaumut Taghabun,
Dita kur do të grumbullohen, ky emër është cituar në ajetin 9 të surës At-Taghabun, dita kur ai do t'ju mbledh, dita kur të gjithë do të grumbulloheni, do të jetë dita e humbjes së dhe fitimit. Ati që beson në Allahun dhe bën vepra të mira, Allahu do t'ia fal gjunahet dhe do ta shpirë në kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumenjë, ku do të qëndrojë përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Atë ditë do të qartësohet se cilët persona janë grumbulluar e që kanë kryer vepra të liga. E bukura e kësaj çështjeje dhe mirësia që ndodhet në të është se në njërin anë vlerësi pasurisë dhe i trashëgimisë së njeriut është vetë Allahu. Allahu në Kur'an thot: në të vërtetë Allahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre në këmbim të xhenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij vërtet në Teurat, Ungjil dhe Kur'an. E kush i përmbahet beslidhjes më fortë se Allahu, andaj gëzojuni kësaj shitjeje, kjo është fitoria madhështore. Nga ana tjetër, Allahu ble edhe pasurinë më të vogël të tyre. Kush ka bërë ndonjë të mirë, qofse një thërmi, do ta shoh atë. Allahu u jep atyre një vlerë të madhe, ndonjëherë u jep 10 herë më tepër se sa vlen puna e tyre dhe ndonjëherë 700 herë më tepër se sa u vlen puna e tyre. Po ashtu ndonjëherë më shumë se kaq, secili kalli ka nga 100 kokra, Allahu ja shton shpërblimin edhe më tepër kujt të dëshiroj. Në duat që ne lexojmë thuhet: o Allah, ti që pranon mirësinë më të vogël dhe që fal shumë mëkate. Nga ana tjetër, Allahu edhe pse të gjithë pasurinë e tij e ka vendosur në shërbim të njeriu, të gjithë këtë pasuri e ble përsëri nga njeriu me një çmim shumë të lartë, sa i madhëruar dhe i nderuar është emri i tij. Hulumtim. Programi i lumturisë me 4 mënyra. Kurani i Shenjtë ka programuar një program shoqëror për të shpëtuar njerëzit duke u bazuar në 4 shtylla kryesore. Shtylla e parë është imani, besimi, i cili është themeli i gjithë ndërtesës së punëve dhe veprave të njeriut. Të gjitha këto vepra dhe punë kërkojnë themele të forta, pra besim, sepse të gjitha përpjekjet e njeriut, qofshin ato baza e të menduarit apo të besuarit, varen nga besimi, sepse njeriu nuk është si kafshët që lëvizjet i kryen sipas dëshirave që u kërkon instinkti. Me fjalë të tjera, veprat dhe punët e njeriut janë pasqyrimi i besimit të tij. Për këtë shkak, të gjithë profetët para së gjithash merren me rregullimin e bazave të besimit të ummetit. Veçanërisht merren me shirkun, i cili është burimi i të gjithë poshtërsirave dhe i fatkeqësive. Është për tu habitur se besimi në këtë rast është cituar në mënyrë të përgjithshme për shkak që të përfshijë të gjitha shenjtërimet që nga besimi në Allah dhe cilësitë e Allahut të madhëruar, besimi në kiamet, llogaria, dënimi, librat qiellor, profetët dhe të dërguarit si dhe evlijat hyjnor. Në shtyllën e dytë flet për frytin e pemës, që është vepra e mirë e njeriut ose veprat e denja të tij. Allahu citon një interpretim shumë të gjerë dhe me plot kuptim, duke cituar punët e mira si veprat më të pëlqyeshme, jo vetëm adhurimin, jo vetëm bamirësinë dhe jo vetëm xhihadin, jo vetëm dijen dhe arritjet e saj, por çdo gjë që është plotësuese dhe përsosmëri për shpirtin e njeriut, për zhvillimin e moralit dhe afrimitetin tek Allahu, apo zhvillimin e shoqërisë njerëzore, pra çdo gjë është konsideruar e pëlqyeshme tek Allahu. Të gjitha këto punë qofshin punët më të vogla, sikurse është largimi një guri nga rruga për të mos shqetësuar njerëzit e tjerë, konsiderohen punë të pëlqyeshme sepse bëhet shkak i shpëtimit të milionave njerëzve nga rruga e padrejtësi dhe bën që në të gjithë botën të përhapet drejtësia. Nëse lexojmë një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, vëmë re se veprat e mira janë komentuar me kuptimin barazi me vëllezërit fetar. Mundet që ndonjëherë veprat e mira të kryhen nga njerëz jo besimtar, sigurisht që ato vepra nuk janë të qëndrueshme sepse nuk kanë qëllimin dhe motivacionin që buron nga Allahu, për këtë arsye nuk kanë integritetin e duhur. Kurani në këtë rast veprat e mira i ka cituar në numrin shumës, gjithmonë kur shumësi vjen me elif dhe lam, ka kuptim të përgjithshëm, si dhe tregon një të vërtetë që rruga e kryerjes së veprave të mira është me besim. Nuk mund të kënaqemi me një ose disa vepra të mira. Nëse në zemrën e njeriut do të zër vend besimi i thellë, do të shfaqen të tilla punë të mira. Besimi nuk është një ide apo mendim, i shtuar apo i mangët me çfarëdo lloj ndikimi, por besimi përfshin të gjithë qenien e njeriut. Besimi është sikurse llamba që ndriçon dhomën brenda, jo vetëm që ndriçon ambientin e dhomës, por rrezet e saj përfshin të gjitha pjesët, si brenda ashtu edhe jashtë. Kështu që gjithkush që e shikon atë si jashtë ashtu edhe brenda, ajo është e ndriçueshme. Gjithashtu kur në zemrën e besimtarit është drita e besimit, rrezet e dritës së tij reflektojnë tek i gjithë trupi i tij, si te gjuha, syri, veshët, këmbët, duart e të tjerë. Për këtë arsye, në ajetet kuranore, veprat e mira janë të shoqëruara me besimin. Ato vijnë si shoqëruese të njëra tjetrës, si nevojë dhe domosdoshmëri. Në ajetin 97 të surës An-Nahl lexojmë: cili ndo mashkull apo femër që kryen vepra të mira duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave të mira që ka bërë.
Çdo kush prej njerëzve qoftë mashkull apo femër që kryen vepra të mira ndërkohë që ka besim, ne atë e ringjallim me një jetë të pastër. Në ajetet 99 dhe 100 të surës El Mu'minun lexojmë, kur i vjen vdekja ndonjërit prej tyre jo besimtarëve, ai thotë: O Zoti im, më kthej që të bëj vepra të mira në botën që kam lënë, kurse si me të vërtetë kjo është një fjalë të cilën ai kote thot. Prapa vdekjes së tyre do të ketë një kohë ndarëse deri në ditën kur do të ringjallen. Në ajetin 51 të surës El Mu'minun thuhet: O dërguar, hani nga të lejuarat dhe bëni vepra të mira, vërtet unë e di mirë çfarë bëni ju. Allahu të dërguarve të tij u jep urdhër që të hanë nga të mirat e kësaj bote dhe të bëjnë vepra të mira, sepse besimi dhe veprat e mira vazhdimsinë e tyre e kanë të lidhur me njëra tjetrën, nuk ecin të ndara, por gjithnjë vijnë bashk besimi, veprat e mira. Shtylla tjetër është çështja e ftesës në të vërtetë, që do të thotë ftesë e përgjithshme për të gjithë drejt së vërtetës, në mënyrë që të gjithë të mund të dallojnë të vërtetën nga e pavërteta e të mos e harrojnë kurrë atë, në mënyrë që të mos devijojnë rrugën e jetës e të shkojnë nga e gabuara. Fjala tawasa u vjen nga rrënja e fjalës tawasi dhe sikurse e përshkruan në Ragibi në fjalorin e tij mufradat ka kuptimin disa këshillojnë, disa të tjerë. Fjala haqqu ka kuptimin e vërtetë ose përputhet me të vërtetën. Në librin Wajhul Quran, kjo fjalë ka 12 kuptime si Zot, Kur'an, njëshmëri, drejtësi, vërtetësi, qartësi, me qenë i detyrueshëm e të tjerë. Të gjitha këto që u përmendën rikthehen te rrënja që cituam më lart. Sidoqoftë, fjalia tawasau bil haqq ka kuptime të shumta, ku në të përfshin edhe zbatimin të drejtës, largimin nga e padrejta, të mësuarit dhe udhëzimin e ignorantëve, nxitjen, propagandën, besimin dhe veprat e mira, të gjitha këto janë të përfshira në këtë fjali. Është e pamundur që njerëzit që i ftojnë të tjerët të drejtë së vërtetës dhe i këshillojnë për mirë të mos jenë vetë mbrojtës të së vërtetës, pra ata janë militantë të së vërtetës dhe të së drejtës. Një tjetër gjë e rëndësishme është durimi, të jesh i duruar dhe të ftosh të tjerët në durim është një çështje që përmendet gjithmonë pasi njohja e çdo njërit përgjatë rrugës së veprave dhe pengesat që ata hasin nuk mund të realizohet nëse nuk ka durim. Pra asnjëherë nuk mund të bëhet realizimi të drejtës apo i veprave të mira nëse nuk ekziston durimi. Realizimi i vërtetës dhe zbatimi i vërtetës në shoqëri nuk mund të bëhet vetëm me lëvizje dhe me një vendim të përgjithshëm, ndaj edhe qëndrueshmëria dhe rezistenca e përgjithshme nuk është e mundur përballë pengesave. Durimi në këtë rast ka kuptim të gjerë, ku përfshin bindjen edhe durimin ndaj dëshirave për të mëkatuar. Gjithashtu përfshin durimin përballë ndodhive dhe ngjarjeve të papritura që i ndodhin njeriu. Ka kuptimin të kesh durim kur humb gjërat me vlerë, pasurinë dhe të afërmit. Duke u bazuar në atë çka u tha më lart për sa u përket 4 parimeve, programi më i përmbledhur i jetës dhe më i drejtë për lumturinë e njeriu është ai që trajtuam më lart. Kemi transmetime se kur shokët e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, takoheshin me njëri tjetrin, lexonin surën El Asr dhe përmbajtjen e kësaj sureje ja këshillonin njëri tjetrit. Kështu, në këtë mënyrë ata ndaheshin nga njëri tjetri duke rikujtuar kuptimin e kësaj sureje. Nëse muslimanët e ditëve të sotme do të ndiqnin këto 4 parime për jetën dhe shoqërinë që i rrethon, nuk do të kishin asnjëherë probleme. Problemet e tyre do t'i zgjidhnin shumë shpejt, parapambetje do të shlyheshin nëse do të ndiqnim këto rregulla. Dobësitë e humbjet tona do të ktheheshin në fitore, të gjitha këto do të bënin që grindjet do të paksoheshin e do të ndaloheshin në botë. O Allah, na fal neve durim, qëndrueshmëri dhe sukses, që t'jemi të porulur. O Allah, të gjithë ne jemi në humbje. Kjo humbje nuk shlyhet ndryshe vetëm se me mirësinë dhe dëshirën tënde, o Zot. O Allah, ne duam t'i zbatojmë këto rregulla që janë në këtë sure. Na jep mundësinë dhe suksesin. Amin. Ja Rabbel Alamin.